Në Tivat të Malit të Zi ka përfunduar samiti BE Ballkani Perëndimor, që mbledhi udhëheqës të 6 shteteve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Në fund të samitit nuk u miratua një deklarate përbashkët. Megjithatë, Bashkimi Evropian përmes një komunikate thekson se liderët evropian mirëpritën reformat që po vazhdojnë dhe riafirmuan përkushtimin ndaj procesit të zgjerimit të BE-s. Në komunikatën e lëshuar pas samitit, theksohet se marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal mbetën thelbësore për përfitimin e të gjitha avantazheve të integrimit më të afërt. Po ashtu, u nënvizuar rëndësia e forcimit të mëtejmë të bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme, sigurisë dhe mbrojtjes. Po ashtu njoftua dhe për nisjen e një bashkëpunimi më të ngushtë ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë Kibernetike, me qëllim forcimin e qëndrueshmërisë ndaj kërcënimeve kibernetike. Ndërkaq liderët e rajonit u inkurajuan që të shfrytëzojnë sa më shumë mundësitë që ofron plani i rritjes, duke zbatuar reformat brenda fateve të parashikuara. Gjatë samitit, udhëheqësit e BE-s thanë se zgjerimi po bëhet realitet dhe se bloku evropian nuk do t'jetë i plot pa vendet e rajonit. Ndërkaq në një konferencë për media, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa foli për një propozim franko-gjerman që u paraqit në prag të samitit, i cili parasheh integrimin gradual të shteteve të rajonit para një antarësimi të plot në blok. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Bashkimi Evropian po bëhet më i sigurt, më i qëndrueshëm dhe më i fuqishëm, por se pa Ballkanin Perëndimor nuk do t'jetë i plot. Në fjalimin para liderëve evropian në samitin BE Ballkani Perëndimor, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulina Agjiu ka thënë se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të bashkohet dhe t'i jap Kosovës statusin e vendit kandidat për më shumë se 3 vjet pasi aplikoi për antarësim. Agjiu shpreh se zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të shihet si domosdoshmëri strategjike për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit, veçanërisht në kontekstin e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe shtimin e kërcënimeve hibride në Evropë dhe në rajon. Ndërkohë,